Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi live në Ty7 me emisionin Zanat. Rolet e ndara gjinore janë shkaku i pabarazisë gjinore. Gratë kanë pozitë inferiore në shoqëri dhe kultura të ndryshme për shkak të ndarjes së roleve gjinore. Nuk dihet me saktësi momenti historik se kur ndodhi kjo ndarje e roleve gjinore. Megjithatë, ka shumë hamendësime e goxha shumë paragjykime. Ama ndarja e roleve gjinore është ajo që i ka frangosur gratë dhe që i mban sot të kufizuara e të nënshtruara. Grave u ka mbetur vetëm lindja dhe për kujdesi për fëmijët. Pra, vetëm roli biologjik dhe jeta në sferën private që kryesisht zhvillohet rreth lindjes e rritjes së fëmijëve. Por biologjia nuk sjell krenari, pasi që thjesht është një përsëritje që rregullon natyra. Jeta natyrore bëhet edhe nga kafshët, ndërsa burrit i ka takuar sfera publike. Ajo u ka mundësuar burrave që të shpikin mjete teknologjike e të ndërtojnë gjëra të reja. Ata kanë krijuar jetë shoqërore dhe politike, kështu ka fituar dinjitet dhe superioritet, duke kaluar kufijt e natyrës. Pra, për shkak të teknologjisë dhe jo të biologjisë, burrat kanë fituar epërsi, ashtu si shumë kultura e raca që kanë epërsi ndaj kultura dhe racave të tjera. Dhe kjo është pikërisht të tema që do ta diskutojmë, rolet gjinore. Pse është bë kjo ndarje gjinore kështu dhe çka ka shkaktuar pabarazin? A është pra fiks kjo mbetja grave brenda në shtëpi dhe kufizimi i rolit e saj vetëm në biologji, apo ka edhe arsye tjera? Dhe për ta diskutuar këtë temë, unë kam nderin dhe kënaqësinë që ta kem sonte në studio, Jetmira Avdyli nga Zvicra. Është për herë të parë kemi një vajzë që jeton jashtë Kosovës, që është nga diaspora. Mirë se vjen, Jetmira. Mirë se jo gjej. Kjo ardhë ekstra tamam për emisionin Zanat. Po, për juve ekstra. Faleminderit shumë, kënaqësime të pasat këto. Faleminderit edhe mu. Edhe na ekstra këshim marrë në Zvicër. Hajni. Bëna një ftesë Jetmira edhe na ekstra në Zvicër. Paulina, nuk mirë se vjen, Paulina. Është kënaqësi si gjithmonë. Ana Kavashi, mirë se vjen, Ana. Mirë se gjeta. Rita Behadini, mirë se vjen, Rita. Mirë se të gjej. Vjen keq çka ka ndodhur në Maqedoni, sinqerisht ka qenë një lajm që na ka prekur edhe neve krejt në Kosovë. Kështu që uroj që të ka sa më pak raste të tilla që përsëriten. Uroj shumë. Ne sikur po sfidohemi shumë kohët e fundit. Në 6 vitet e fundit sidomos. Kështu që po në këtë rast shpresoj rastin që të shpreh ngushëllime për gjithë familjet e të prekurve dhe miqt në gjithë Maqedonisë së Veriut. Për vërtet një rast shumë i rëndë. Definitivisht shumë zanë. Ne çohemi dhe bijem të flejmë me lajmet për ngjarjen tragjike. Koçani ka ngelur një qytet i boshatisur edhe shumë i zymt, me që të gjithë viktimat janë të moshës 14 deri 25 vjeç. Kështu që të rinjtë e një qyteti të gjithë nga i njëjti vend, domethënë, kanë qenë viktima të ngjarjes fatkeqësisht. Na vjen shumë keq, urojmë që për sa më pak raste të tilla. Dhe Shëngëli Ismaili, mirë se vjen Shëngël. Mirë se gjeta, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit shumë. Por para se të vazhdojmë me temën të cilën ne kemi caktuar sot, ne kemi pas një mesazh nga Drenusha Latifi, e cila ka bërë një reagim dhe ka dërguar te emisioni Zanat për t'ju kundërpërgjigjur Olsa Muhamedit, producentët të Big Brother, dhe ka pas dëshirën që mesazhi i saj të lexohet te emisioni Zanat, duke ditur që gratë përkrahen në mënyrën më të sinqertë në këtë emision. Mesazhi ka ardhur te Paulina dhe Paulina si thash që lexojete. Faktikisht pas asaj që u tha në media nga producentja Big Brother VIP Kosova, Olsa Muhameti, sepse gjithë e kam përshtypjen që e përzi këtë mbiemrin, kërkoj falje nëse e bëj, u tha që nuk ka pasur dhunë nga ish-bashkëshorti i Drenushës, për atë arsye edhe është lejuar që të futet brenda, sepse ligjërisht nuk është provuar, dhe sigurisht se ka ardhur një reagim nga Drenusha, e cila e ka marrë guximin edhe më herët që të dalë dhe të rrëfej gjithë atë se çfarë ka përjetuar. Për më tepër Drenusha thot kështu. Thot me gjithë insistimin tim mos me u diskutu kjo çështje më në publik, po ndjem e detyruar me u përgjigj duke shpresuar se me kaq merr fund kjo sak. Është jo logjike, sepse Atilla s'mund të ketë ushtruar dhunë ligjore ndaj meje. Producentja e BBVK3, domethënë Big Brother VIP Kosova 3, ka bërë fjallësh në intervistën e saj ku më përmend mua dhe thot, po e citoj: ligjërisht Atilla nuk kishte dhunuar Drenushën, po e përsëris, Atilla nuk ka mundur të më dhunonte mua ligjërisht. Dhuna ushtruar Atillës ndaj meje është dokumentuar dhe janë 3 procese të ndara ligjore, 1 civile dhe 2 penale, pranë gjykatave kompetente të Republikës së Kosovës, të cilat janë duke vazhduar dhe për shkak të ngjeshmërisë dhe konfidencialitetit të rasteve, unë nuk mund të komentoj më tutje. Domethënë janë 3 procese gjyqësore që janë në vazhdim e sipër.
ndërsa nuk ka pasur, as nuk ka kurfar dokumenti, vërtetimi apo shkrese ligjore nga gjykatat e Kosovës dhe rrjedhimisht ajo pavarësisht lojës së saj me fjalë gënjen në intervistë. Siç e dini, dokumentet e shkresat e lëndëve me ligj konsiderohen konfidenciale dhe rrjedhimisht përpas meje. Përfaqësuesit tim ligjor dhe gjykatës, askush nuk ka qasje në to. Për më tepër s'ka vendim gjykate akoma në asnjërin rast, rrjedhimisht nuk mund të ketë as akt gjykim. Për këtë gënjeshtër unë kam konsultuar përfaqësuesin tim ligjor dhe jemi duke përgatitur padi. I vetmi dokument që ekziston në këtë mes është një urdhër mbrojtësi lëshuar vitin e kaluar për 6 muaj, të cilin nuk e kam vazhduar për shkak të hyrjes time në Big Brother. E di që ky dokument në fakt dëshmon sepse urdhëri mbrojtës nuk lëshohet për sy të zi. Përtej krejt këtyre procedurave, unë jam e indinjuar me lehtësinë në të cilën producentja grua bën kësi deklarata dhe hedhë me dyshje jo vetëm historinë time, por historinë dhe vërtetësinë e historive të mira grave në Kosovë. Mos të harrojmë që si Kosovë, përpos ligjeve të aplikueshme kundër dhunës ndaj grave, ne si shtet e shoqëri e kemi marrë përsipër të implementojmë edhe Konventën e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje, e cila në disa anene të saj përfshin edhe detyrimet dhe obligimet e medias. Deklarata intervista e Olsës është skandaloze, denigruese dhe skajshmërisht e dëmshme për secilën grua që ndonjëherë ka përjetuar dhunë në jetën e saj, e që statistikat në Kosovë shifrat janë alarmante. Për fund, ju kisha lutur dhe me kaq të mbyllet kjo temë, sepse është shumë e ndjeshme si në aspektin ligjor e aq më shumë në aspektin familjar, e që në këtë rast për familjen e vogël të një nane vetë ushqyese që po rrit 2 fëmijë e vetme në këtë shoqëri skajshmërisht patriarkale. Me respekt, Drenusha. Mua më keq që është përdor rasti i saj aq shumë dhe tash po hedhet baltë mbi të. Kështu që mendoj që ka qenë një prej ngjarjeve me jo të drejta që është shfaqur ndonjëherë edhe mënyrës që është trajtuar në media në Kosovë. Okej, unë ndjeva obligim më që na ka dërgu me lexu te zonat. Kështu që faleminderit Paulina që ndave minutat e Unë sigurisht kam kontaktu me Drenushën, sepse është shumë e rëndësi që në këtë mes, derisa po flasim për dhunën dhe po vihet në pikpyetje, ka qenë, s'ka qenë, po diskutohet në media, që është mjaft e rëndë besoj në gjithë këtë luftën që ne po e bëjmë kundër dhunës dhe shtypjes ndaj grave. Kështu që besoj që është shumë e rëndësishme që Drenusha e dha qëndrimin e vet dhe tha që kjo është e fundi sepse nuk e ka me rëndësi që të vazhdojmë, por duke marrë parasysh le të themi kauzën e zanave, vendosi me këtu, për shka sigurisht ne e falenderojmë. Ne urojmë suksese në rrugën e saj. Okej, na tash do të që të kthehemi te tema, të cilën për sot ju kam ftuar më ardhë dhe me diskutu, edhe që po filloj me Jetmirën. Jetmira ma ka vënë një des, një des në kanape, edhe më ka pëlqyer shumë edhe di se kur e kom parë në mënyra që është përgjigj dhe kom pas shumë kënaqësi me të ftuar sot në emision edhe me diskutu live, me diskutu këtu bashk. Kom pa Jetmira që ke fol pak a shumë në përgjigjen që e ke dhënë ndaj emisionit Zonave. Dhe në pas kësaj na kemi organizuar dhe emisionin edhe temën, edhe me diskutu dhe shumë e rëndësishme sigurisht me diskutu, se prej nga vjen pabarazia. Unë du të pës, a duhet ketë rol ligjinore, a duhet ketë punë të burrave një në anë dhe punë të grave në anën tjetër? Unë, si vajzë që ka kryu shtrin 300 dit me burra, që jam kanë zjarë fikse me burra një vjetë, që jam kanë kapitenit e burrat në futbol, e kum pa që ka punë të burrave dhe ka punë të grave, po. Qysh e kum pa? E kum pa në ushtri. Mrena minus 15 gradë, kër u kanë, kër kum dini kër në këna dash me ndreq armë në apet, sepse në ka hi loqin armë, unë s'kum mujtë, nuk kum pas forcë, s'kum pas se likura jam mu ka qa. Dhe kum dash me i thanë, boma ti mu, unë ta bëj, ta fshi ata kamele i thojna, ata të ushqimit që hajna ushqim. Ti ma bën të mirën, unë ta bëj ty të mirën, se s'mojsha, nuk mojsha. Thëshin, hajde ma shpejt, unë nuk mojsha. Se ka isha, thësha, hej, jam qa, nuk po muna me hek me hap armën. Dhe ato e kum pa, si edhe në zjarë fikse kër kum qenë, kër kum dash dishka me hypa ato, do sene, nuk kum mujt me majt. Nuk kum mujt, dhe 15 metra, kum dosh me lëqu, kum dosh me thonë, hej burra, kap nëse unë s'muna mo. Për që ta thamë, do sene janë ata ma mirë, e ndo sene na jena ma mirë. Edhe në atë moment që për shambull, unë, thamë, kam një burë të shpia,
Unë shkoj ma me la kerën. Unë i thamë, ti më shmo ma la makinën, mësa, po më në të unë po shkoj me la makinë 2 ora të po mërdhina, po loj makinën nëna, se në Zvicër vetë dojtë me la. Unë nuk e bëj këto, se thamë, a din qka? Gumat në ndëroj, makinën e nazi, bon, a është punë e burrav. Bone, fajnderit. E une, do sene... A ne që s'kena bura? Po na që s'kena bura, ka autolari aty. Pak ma shtrejt, është ama e bën burra da pet. Po, e bën, apet e bën burri, se unë vallaj 2 orë nuk muna me la me pastru Ama ti po thu nuk muna, nuk po thu s'muj. Jo, Po mre, kisha është i mujt, njëti, ti po thu që s'muna sepse po priton me naj 2 orë. Po nëshe mundësh. Jo, s'kam kohë. Pyetja shtrohet kjo për shembull pse gratë të pihat bën me la, po jo veturat. Ato janë 2 orë, 3. Po, Njëtë, të pihat a dim se na, jo, të pia... Disa tronin të pia, mi kap kërën t'lak dhe mi qitë të venja, Jo, se di qysh... Ka razi Zvicër si lanis, që lojnë, lakë s'kina regula, edhe na i lojnë me porobore, para banesave, po për ndryshe kur të pështjel valoj që atëfar të pi unë e lagun me ujë shumë, është njëtë si atë farsanin e zjarë fiksjeve me qitë këto. Edhe si marri orë me qitë, që me marri orë. Jo, shumë rënë. Unë edhe unë kom qu të pi. Edhe unë kom qu të pia. Unë besoj që qa që rënë është. Hajtë be mani të pi? Jo, atu po normal, ama që me thonë, kur s'ki ti burë të shpia, për shumë me thonë, kap ma të pinë, është skeq. Nëse ti e bërë me 60-70 vjetë, nëna jam me 60 vjetë, tashin me 65, 67, nuk mundet ma me bërë. Pas burat me 65, 67, nuk mundet ma jam vallaj krejti banë. Cilat i kanë bërë një. Okej, vetëm të mbarove mendimin apo duhet ta lë? Po, jo, unë besoj që do sane na shumë më mirë i bojna, dhe do sane ata shumë më mirë i Për bojna. shembull, çka bëjnë gratë më mirë se burrat? Na jena shumë më mirë me fëmi, na jena shumë më mirë me njerëz, na shumë më mirë jena me empati, na shumë më mirë mujna dikon me kontrollu një situatë. Na në këto jena shumë më të mira. Burrat këta nuk e kuptojnë shumë a shumë. Dhe më tonë po thujën të pa oftë, burat. Jo, të pa oftë, po nuk janë qaq... Të meqëm. Të meqëm për që të sene me bërë. Se emocional. Po t'i knaqë, pak njëve, t'i knaqë, bravo, po. Po ata për shumë... Jo, s'ka lide. Të pia, edhe, ama burrat për shumë do sene, për shumë do... Është zoja që ushe ngëllë se dhe që i t'i zia. Jo, du të me lak, këtë e për. Ja, du me lak. Ja, s'koka, be lagmi. Jo, më burrat, unë besoj që burrat janë ndosane, për shambull, me marrë vendimet mëdhaja, janë pak ma të mirë se nëse na shumë i marrë me emocionalisht. Ata i marrë ma shumë zi ose kuq, u kryma. Sot i hupa 20.000, shumë interesant, na jena pak aty ma ndryshe. Jo, vëlla, kërë ju 20.000 i kanë shpirti, i kanë edhe burët edhe kanë. Derit shumë për të pjo. Jo, këse sanë, në vendime për shambull, na i kena do sane pozitiv, ata i kanë do sane negativ, ata i kanë do sane pozitiv, që na i kena nashta negativ. Paulina, sa beson ti që ka role gjinore, që ekziston që ndarja? Dallime në këtë aspekt, dhe gjëja e parë që unë kisha me theksu, le të themi sinon, është për shembull kur shkojmë në restorane, në qendra tregtare, kudo, ato venet ku ndrohen bebat i gjem vetëm në banjot apo WC-t e nanave, jo edhe të baballarëve. Kur baballar dalin me fëmijë, ata mandej heqin shumë më shumë se nuk munden me hyrë këto WC-t e grave për me i ndru fëmijët që i kanë ende në pelena, duhen më shku se në vetura ose në për karroca edhe bëhet shumë më e vështirë. Po kjo do të më thonë që do të mja bu dhe mashkujve në përbanjë, për të ndru. Fiks. Sepse ideja është që na duhet me fillu prej familjeve tona me dhonë modele në të cilat sigurisht deri më tash kemi pa që vajzat i kanë pranu e djemt i kanë vazhdu duke i fut në praktik. Dhe çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëse i rritim barabart, atëherë kemi me mësu të dytë që barabart munden me i fut në praktik, le të themi jetën dhe barazin mes tyre, edhe me e pranu vetëm atë çka është e pranueshme për ta. Sepse deri më sot në shoqërinë tonë dhe ende vazhdon që vajza me pranu shërbimin ndaj të tjerëve, me pranu le të themi edhe nënshtrimin ndaj të tjerëve, nuk po flasim ne, unë gjithmonë e përfaqësoj një kategori që mendoj se mendon ndryshe dhe është mirë që kjo shoqëri po shkon
drejt një ndryshimit. Por prapë se prapë, ne vazhdojmë në familje tona të kemi idenë që vajza duhet të jetë në shërbim të tjerëve dhe djali duhet të bëj gjëra të tjera. Nisim prej lodrave, nisim prej mënyrës që ata i zgjedhin, le të themi, ambientet e tyre, edhe është krejt normale, ndoshta edhe të kjo pjesa e zgjedhjes së ngjyrave nëse i kanë të preferuara. Por në momentin që ne insistojmë ti imponojmë, është presion social, domethënë kjo i bie që s'ka të bëjë me biologjin, po ndohet në momentin që ne insistojmë andaj Një rast që kisha unë tash javën e kaluar, ishte një viktime e dhunës e cila ishte larguar nga shtëpia e saj për shkak të partnerit i cili e kishte dhunuar dhe gruaja kishte një bebe 2 muajshe. Dhe u detyruam që të kërkojmë tesha për beben, me që s'kishin asgjë, do me thënë, në ato momente. E di qa ishte problemi zanë, a është vajzë apo është djalë? Një bebe 2 muajshe, a është vajzë apo është djalë? Sepse edhe teshat e fëmijëve, do me thënë një bebe e 2 muajshë, ndahen në pink edhe të kaltërta. Kështu që mendoj që është që aty fillon. Ajo që sapo u tha, thjesht për të dhënë një shembull konkret ndoshta. A mbarove? Para se ta jap fjalën se çdo emisioni më ka inkuadroj dikon pres jashtë. Edhe është as drën shala dhe po dëshiron me lexuar një replikë për jetë mirë në kohë, sidomos, po kështu në përgjithësi. Bile ku ka dashur në tjetër në emision. Zona këta që thonë që ka punë të burrave dhe të grave pasi e provojnë në praktik e kanë gabim se nuk e kuptojnë evolucionin. Për shembull, brezi i parë i grave që futen në punë të burrave është në thojza, që s'ka punë burrave dhe grave, e vërtet që s'mundet me përformu, por nëse vazhdohet, fillon adoptimi dhe pastaj bartet edhe të pasardhësit. Prova eksperimente të parë që nuk jep rezultat dhe nxjerrin përfundime është banale, se ata që thonë se pse majmuni sot s'po bëhet njeri. Raca e majmunit bëhet njeri brez pas brezi, e jo një brez i majmunëve. Kjo është ABC e evolucionit, por ka të tjerë të cilët e thonë këtë e ngatrojnë evolucionin dhe nuk po e njohin mirë këtë çështje. Dhe më thanë, une fola se sa qështo, dhe më thanë, ai po thotë që Ai po thotë që brezi, po normal, kur një grua është mësuar që të rritë shtëpia, një është mësuar që të rrisë vetëm fëmijët, është mësuar që vetëm të kujdeset për larjen e enëve, punë të thjeshta, punë diçka të vogla, ajo sigurisht që s'do të mund të adaptohet menjëherë me punët e rënda të cilat burrat i bëjnë brez pas brezi. I vjen kohë që të çdo proces më besoj që duhet kohë, edhe për që ta jemi në një fazë ku na jemi tu promovu sportiste, kampione, të cilat po arrin sot me bua ato çka para disa viteve na e kemi konsideru pa arritshme. Nuk kemi arrit me paramendu që një vajzë ka me dalë që atje, që është i thot populli me ure, me ungre zhag, ndoshta me kush e di se çfarë nivele botërore, edhe me i mujt edhe me u boje para në botë. E po të ashtrohet pyetja, a kish më ngre të pihun? Majlinda Kelmendi. Edhe tjetra është, a trajtohet njëjtë në shoqëri? Absolutisht jo. Nuk trajtohet? Nuk trajtohet, absolutisht jo. Ana? Unë e mendoj që roli gjinore në shoqëri do të thotë pritshmëria e njerëzve se si të veprojmë, si të vishemi, si të dukemi në bazë të gjinisë që e kemi. Gjë që është totalisht gabimisht, sepse stereotipet ekstreme gjinore janë të dëmshme, se nuk i lojnë njerëz me u shpreh sakt çka dojnë ata ose emocionet e tyre. Edhe me u zhvillu. Kështu që nëse unë për shembull ndina mu vesh ose mi prej flak, që kohëve të fundit e kam shumë në kryta mi prej flak këtë shkorta. Këtë shkorta që për shembull kjo thotë jo, apo shumë njerëz thonë po dokesh, jo se dokesh si djalë, jo se ashtu. Kështu që tash une duna me nal vetën, pse po menojnë tjerë që une muna mu dok si djalë. Shtrohet pyetja. Jo. Ti na pyete, ke bë pyetje në Instagram, a mi prej flok ta mos mi prej. Po, ani unë nuk është që më ndikan mendimit të tjerëve, se unë jam qasi personi që kur nuk i kam njek mendimet e të tjerëve, ama me dasht me mu tek mu, po veç më interesoj ke për analizë të sodit. Do me thonë kjo, lidh me temën e sodit. Unë mendoj që njerëzit e kanë ma shumë me lukun në pyetjen që e ke boti, se sa në ato se Jo, Paulin. frizura kërë femrore.
Kja femrore për shumica e shoqërisë tonë. Pse duhet këtë frizura femrore? Po, exactly. Pse duhet me konë femrore dhe mashkullore? Apo dhe, pse mos më konë like qështni është ti me boqa Nuk është matje e mirë, se njerëzit e kanë votu veç a dushmi prej flokët apo jo. Jo. Unë kanë votu idene. Unë tash nuk më shatu me hi historik, mi thonë që e kam një parteme që to dhe po duhet unë mi ju thonë, është mashkullore a femrore, po, ajo keni pyetje thjesht. Dhe përgjigjet e tëndve, jo se do kështë ideal, jo se nashta ma mirë qështu, jo se nashta ma mirë qështu, po esenca është që kretë thojnë po do kështë ideal, apo dhe në përgjithsi. E qëtojnë që apo thëmën e, mi hek këto regula ose stereotipe gjinore, sepse njerëz nuk po jënë vetë vetja. Si tha Jetmira, ma heret, unë e kumë bo punë të burrave, po kjo nuk do me thonë që te, që s'ke mujtë te me bo, nuk do me thonë që se bojnë tjerat. Kjo ka të bëj me karakterin tënë. Ti e dorëzu. Ti nëse se shë dorëzu, te kështë vazhdu dhe kështë thonë, unë e mëj me bo që sanë, edhe s'ka kush që më thotë jo. Kjo ka të bëj me karakterin tënë, po jo me gjinin që jeti famen. Nuk unë është me limitu vetën. Qëto sanë e limitoj njerëz me jetu në një shoqëri të limituar. Dhe më thonë aftësit e tua te i ullë. Edhe kur qëtë gjak, edhe plumë me ta, nëse thotë dikush ti dush me kalu që atje se ki me dek, a ki me najt, a ki me kalu. Anje, nëse ti, a ki kryti ushtrin? Zdo me thonë kjo që a ke kry ushtin, kom kry sporte, unë kom lujt basket, kom lujt futbol, kom lujt volleyball, kom lujt gameboy, që më kon këtë si tomboy, deri vonë në jëm rrit me keshështi kom pas djemë. Po, minus 15 gradë, a ki përjetu njëherë? Minus 15 gradë? Zame, nuk ka të bëj kjo me qka ki përjetu, ka të bëj me... S'po dyshoj që okon e vështirë. E njejtë. S'po dyshoj që është e vështirë ajo që a ki bote, gjithëqish është e vështirë. Apo më dëgjan, ajo që a ki përjetu ti është shumë e vështirë, edhe halal të koftë. Nuk jem ka ta uli unë e ty që a ki bote. Thjesht po thamë, ti e dorëzu vetë. Ti ke vendos me dorëzu se s'ke mujt mo. Po jo pse je famen. Ti dush me ditë këtë sanë që fëqia jote nuk ka të bëj pse je famen. Ti munësh nëse dënë, munësh be zhagë, shkën edhe kry një punë. Po, normal. Se shpet, besom i ki punë matrona se sa që kur del në rrugë. Jo te piha me qu, jo kreveta me qu, jo tavolina, jo shkon dytin kat, jo kape fshisen, jo kape djepin me fmi, boltrona e në dhe keqa të sare. Mas 13 orë, të cilat kanë qenë me barkun sa koshi që thëtë populli, me një fmi tjetër që të ndorë, me fshis me rrim duke fshi që të, edhe mendoj që kjo është sporti ma i fështirë edhe ma i rondë më botë që mundet me përbalu një qenje njerëzore, e gratë të përbalojnë që ta. Edhe më ndish ka ndodhë ato shkojnë, lindin, kthehen, kujdesen për beben, për punë të shpisa dhe për kretë të tjerat, e vish me marë me mendë se që ka përjetën trupi saj, është... A ti dëgjojmë me rritën edhe shëngyllin pastaj do të kemi të hapim debatin. Dalimi vetëm për mu mes një vajzë dhe një djali, fillon qyshën familje. Kretë në formën qyshërisin. Përderisa vajzëms ja japin një kuko, djalit ja japin një kerë. Edhe qashtu të regojnë që ti e ma adopt, ti e shumë ma i fort, sepse ti ki me vozit kerë. Ndahën lodrat, edhe që ty fillon qaj problemi kryesor që femrat mandi me u cilësu si qenje më adopta. Për ndryshë s'ka send një femër që s'mundet me bo e që mundet me bo mashkulli. Për derisa, ka sendet që femrat mundën me bo edhe meshkuj s'mundën me i bo. Ashtu është, 100%. Me mjekësi vërtetohet që një mashkull nuk mundet me e lindë, sepse trupi ti s'kishte me përbalu. S'ka mjekësi që vërteton që një femër nuk mundet me kry ushtrin, që ko e ki kry ushtrin te. Me abo ata i në shën shpirti e lemo me him për shtatë zania. Jo edhe lejzari brej, lejzari, unë bëj lejzari. Një vetë me bëmja hek, a i... Se cili përresh prind ka na drejtoj neve, ose na ka i drejtojmë në të ardhën fëmi tanë. Se s'ka sen femra që s'mundet me e bo. A më besojnë që unë e kur Barbis kom pas të shpia? Anja të pësa po menan qështu? Po jo, po është mirë me pas Barbie, mu do këtë mirë me pas Barbie. Grimerët, frizerkat, nevojit e neve. Po, e vërtet, ama... Një ka kështë pare vremej. Pak që kam kujtë. Ta dhe gjojme dhe rritën të ka. Ska gjë, zanë unë mendoj që gratë, aqë shumë po ju themi që jeni të forta, e bëni këtë, e bëni atë, e bëni këtë, përbes jemi lodhë të i bo krejnë vetë. Do me thënë, të tentu vazhdimisht të tregojmë që ne mundemi që e bëjmë, duke në lënë krejtë si përfundim obligimet neve për t'ua dëshmu që ne mundemi t'ua bëjmë, unë mendoj që gratë duhet t'i kthejnë sytë ka vetja. Jemi lodhë të rritë bura përbes. Edhe mendoj që ka ardhë koha t'i kthejmë sytë nga vetja. Unë kur i ka menstruacionet s'punoj,
2 ditë ja jap vetës pushim, jam shtrisur gjithë ditën, domethënë. Kam fjetë prej ora 1 deri në ora 5. Ju vështë që fara ka Sot jam gjoj? menstruacione. Ona që shtu këmë bësh më Nuk hitë. përduas me full, zili. Rrita zamër, sot në rregull. Amo që zonat kanë zirë në punë. Jo, se e bëjmë, po kjo është knatësi. Kjo është fushim. Bile ka marrë shumë e kohë. Çka më kujtoj faktikisht kretë kjo bisedë është një farë organizimi që vatë mbo në shkollën fillore, që dojme u kujdes për shkollën, edhe ideja ka qenë që të kretë me kontribu. Neve qikave na dhanë disa peceta e të tjera për me pastru klasën, dritarët dhe çka kishtë ambjente aty. Djemë të nxjerrin jashtë me i mbledh ato fleta që kishin ra prej pemëve në obër, edhe me i largu disa sene prej oborit, edhe me i rregullu disa hekra që kishin dalë aty ku ta diu nëse çka, edhe automatikisht na u ndan punë. Në ndërkohë që unë mendoj se qysh në atë organizim është dashur me qenë punë e përbashkëta, edhe djemt me qenë brenda duke i pastru ato gjamat aty, sepse tash si bura, kur i shoh, unë nuk mendoj që ka diçka më seksi në botë se një burr i cili pastron, se një burr i cili është në kuzhinë, e ka Veç me kecele po më rana, po... është në kuzhinë të pastru, ose është në kuzhinë duke përgatit. Se unë që ashtu imagine. Ti imagjina çka dush. Unë po flas. Për besë mujta, pa. Për imagjinatën tëmë, edhe imagjinatën tëmë. Imagjinata jote që shkenë. E që shkeni me pa. Nëse unë Ke e lezeqme, dërgjyri e lezeqme ke. Ani në që Gjylis po do në krypun. Që gjyli po mua në gjylis po në kohë, të vemre. Që edhe për mashkull është pak e vështirë, se a ki pa, kur një mashkull kanë, po qëto stereotipe gjinore, kur një mashkull kanë, thujnë, jo, po kë që sa i ndishëm, kë po kanë, thuti, aj nuk është, do më thonë, nuk është qenë njërzore, zbën me kajt. Edhe nëse një mashkull kanë, është kejt normal, mundet me kajt, është kejt okej. Qenurit i buti, bresht është për gra? Po, ndërsa i fort, i dhënë shumë pandjenja për mashkullin. Sa mënyrë, sa pozitivisht kishte ndikon një lot i një burri të një femër, unë mësoj që kishin me qajt ma shpesh. Ama që që do këtë për shemë me dalë 5 herë takim me Unë një me që djallë, shumë burnova me qajt. me dalë, hanë rrinë aty, full për planit e jetës, a i non-stop kanë. Non-stop. Jo, ajo po ka diçka, ajo po ka Po shumë ma Po shkullore. jo, bëllon të po, gjdo takim pse kajke. kajke? Nëse kajke thoi ke ish femra jama ka bo kështu, jeta jam kështu, jeta jam kështu. Po që zotin Ai pas ka pas nevojë për një psikologe, pas ka gjetë ty, ka thonë hajtë ngën kjo. Qka mone e tjera? Unë e vesha jaknin maskuline, edhe thash, unë e pe paguj bukën, ama në që në ratë. Ashtu, azizë. Po ta paguaj një psikologe. Ti ke një pasi buri që e re tavolinën. Me 7 rëja, s'ka, a i si shkon heq. Kjo është diçka tjetër, a shqyqone ka probleme të tjera, që si ka... Nuk i ka shtjelu. Po s'ka boj për këto, ka boj për tjetër. Kjo e vështirëson situatën. Kjo është maket. E ka tu qikë. Unë s'disha faculetat ku mi gjithë mi adhonë, mi thënë, A i të me du që ki ti që që s'ka make-up, i thë isha Kjo të vetë. dash me thira qikën tjetër, mi thënë pas ke pështu. Ama nëse kjo është rast tjetër, adhe nuk ka të bëjmë me qata që apo thëmëne, po nëse për shambull ndodhë diçka keq, ose naj dështim, ose naj spodijone, nuk e presin për djemve me kajt, se thujnë dopsi për të. Po të na është halan së turp me pas lullë ndorë mi që grus. Të na është turp dhe ajo për sa dashnore, sa kujna dush. A e këni vrit këta, baba, nëse baba e qep një lot, kër e ka qitë baba jam pare një lot, për mu edhe 10 herë ma shumë më ka vra. Më ka vra se thash, o zot, e pas ka lëndu ekstrem. Po sepse është ai miti për ta. Që buri Çfarë presionit madh ndaj burrave. Sa të tjera jetë mirë baba yt, baba jam edhe baba i secilës prej neve këtu ka pas nevojë me çajt. Po edhe nuk ka çajt. Edhe nuk ka çajt sepse e ka ndrydh burnia të cilën ja kanë mësuar edhe ja kanë fut mbi supe kjo familja, rrethi, shoqëria, mendësia. Unë e thash emisionin e kalun, një bebe e posa lindur, ju gjujt mbi supe një përgjithësi e madhe, tha, keme i prit ta motrat e keme i përcjellë, alo se kish rak thiza djallit. Na do të themi të vazhdojmë diskutimet nëse kemi apo jo, apo duhet kemi role gjinore vetëm pas marketingut.
U kthejmë për të vazhduar debatin se a ka role gjinore, a duhet ketë punë të burrave dhe të grave. Derisa ne po diskutoni më herët që të mira të tregove se ke qenë në ushtri, ke qenë zjarfiks, dhe po më intereson, në ushtri mund të marrë me mend, po pse zgjedhës të shkosh t'jesh zjarfikse? Dhe tërheqja jote, a ka të bëj me ato si person? Dhe nuk mund t'i përfaqësoj të gjitha gra, ndoshta do të ketë gra, jo ndoshta po ka edhe gra që vazhdojnë të punojnë edhe sot asaj ditë zjarfikse, të janë ushtare, të punojnë të gjitha fushat, të gjitha punët që konsiderohen si të burrave. Çka ke bën në ushtria? Mundesh më na tregu çka ke bën sa ke qenë në ushtri dhe çka ke bën sa ke qenë si zjarfikse? 300 ditë kom qenë 300 ditë kom qenë në ushtri. E kena bo mas pare infanteri janë në front ata që dalin, që vdesin të partë. E tani, durhtinër modus është aja gjatësis që është intenziv. Në fillim. Po, aty është në ushtri, jam kanë aty në aeroport të ushtris, që i kena këshyr gripën, janë kampfjet, janë ato gjetat e luftës, që kanë menua me ble, mos me ble. Po dështa me pyet pse jo, për shkakun si femrat forta, kështu pse se keni kryer naj ushtria, naj zjarfiksa, diçka, pse? Na kanë rrit me barbe, ç'a me thonë? Na në fakt mundemi me shku në ushtri, vetëm ju bashkangjith forcës së Që dora në zemër na nxunë ngushtë. Jo, pse jo? Unë mendoj që ishim një ekip shumë i bukur e FSK-s. Edhe anën e kishim përdor me dekoncentru amikun. Është ajo shpreha work smart not hard. Unë isha dalë në bikine, e kisha distract ata, edhe tani kishim fitu në luftën. Një altishët për mrapa edhe me gjuj mirë, kështu që vetë se kam ditë që unë jam çka që se sigurt më kishin përdorur si një ushtare e dedikuar. Kështu që nuk kisha thonë jo, domethënë kisha luftu për vend tash. Ushtare e dedikuar. Isha konë ushtare deri pikë fundit. Na ishim konë në vijën e parë të frontit. Këtë çto femrat, çto gra që jemi këtu në tavelun, besoj që i dojmë armë. Unë për vete shumë. Domethënë edhe si e vogël, kom qenë në shejtari sepse gjithmonë ka interesuar që ajo pjesa. Jetë mirë, tavelli secila për neve këtu ka kanë diçka. Edhe mendoj që ju do të bëj këtë pyetje këtë burrat. Para mendoj çka bëj pa armë, po mi pas armën unë. Ku, jo qërë, si femën i veshë, si femën po silësh, ama po mdoge kër e kini armë... Po du që u dash mu vesh ndryshon nësë, da? Po ti po, je si femën me shtikla, me kështu... Jo, pa, ti ka për fune. A, u dash me vesh... A, bre, veçak e tjirë, se që ulla si burra, të në një herë këto qajnë, pavelin. A, jetë mirë bojnë Allah, të mërë hava, jetë mirë se ka anë. Mirë se Dhe cigarët të shpërdojnë kështu. Pse Zana është këtu? Se të çështja e Ramazanit the që burrat... Po da, jo, nuk ore qëta po du me pyten. Jo, adin ti si bornesh kështu... Ku i ki gjithë Bornesh, unë jam gru e fort. Grunesh, falë. Qysh, ku i ki gjithë ata burra që flajnë tanë ditën, e tani natën, e tani ditën, unë nuk e di ku i gjani ata burra, unë ata burra nuk isha. Si shese në gjumë, zemër? Në gjumë, jo të në qumë gjumë. Jo, ata burra që isha unë, për shamë në Zvicër, ata seriozisht punojnë. Ekstrem punojnë, dy puni majnë. A për bjen kjo që na du të marrë në Zvicër? Nështë po. Ose do shka që burat shqiptar janë dembel. Ha, të e thonë ka apo i bjen që burrat Zvicra punojnë? Apo flet për burat shqiptar në Zvicër? Për burat shqiptar në Zvicër. Për diasporën? Po. Sepse unë mendoj që diaspora nuk ka qare pa hyrë në sistemin e punës së stilit zviceran. Se nuk i vetë kërkosh, i këthen Kosova, petë, pas kanë qare. Kjo është ideja se unë kam shku dhe e kom pa që është funksionon në Zvicër dhe e kom pa qëfar orare strikte, sa herët duen me uqu, duen me shku në punë, dhe me thonë janë shumë strikt. Në Kosovë, na shumë mirë e dim që ende jetojmë në qatë mentalitetin hajtë se bohet, hajtë se një punë shtyjet për nesër pas nesër, hajtë se mundet me kry dikush tjetër, hajtë se po flaj edhe pak se është ajo dikush tjetër që i krymë punë, edhe nuk ke burat të përkushtum në mas të madhe, ka përjashtime, ka bura, por jo aqë sa ti të thua se jo, nuk janë bura duke qëndru edhe gra duke i kry punë të shpisë. Po, në fakt... Kjo e përmeni ma herë diçka për bullizim, jetë mira. E më bashkë më interesoj me ditë qka u konë pjesa bullizimit, pse u bu, u hi në ushtri edhe kështu... Pa pse janë bos ideal? Po, nesë si bos ideal, po nështë ta je hi... Në qasë sporte ma shumë që speditash historinë. Që me thonë, une prej parës klasë që jam ka në vogël, dhe në klasën e 11 jam bullizu, prej femnave.
Famrat nuk kanë dashur me mi pasyt, nuk kanë nejt me mua, qiqin prej grupit, nuk rrishin me mu. Dojshin mu më rrep, pa pik foj, e thërat me famën që më ka dalë mu, u kanë motra jam. Veç motra jam u ka dalë para, edhe i ka thonë adin qka, kush dhe me rrej motrën tam, që unë këto jam. E pse ka ndosh? Që është motra, të përmendi vemrin se është Mikesh shumë e mire jam, ja? Herolin Regjepi. Regjepi, jo Regjepi. Po, Regjepi, ajo është e martume. Abdyli është ma Regjepi. Po, ikse si njona ata mbjem në aty burrave. Po, më falë, Abdyli. Edhe kjo është ku kam problemet e ona, për që ta unë e dyqysh jam afrimizu shumë ma shumë me djem, këm nejt me djem, unë e të sot, teshat, në atë moment që him baba jam në sop dam, thot nuk e di, a kam djall, a kam qik. Po, pishe... Shumë teshat djemve kam. Apo ishe jetë mira që këtë ndarjen gjinore, këtë ndarjen e roleve gjinore, po e cakton shoqëria dhe që nuk është biologji. Nuk është që gratë nuk mundën, nuk është që është prej natyres, po ja është thjesht rolet gjinore të cilat janë nda nga shoqëria, nga njerëzit. Pse ne duhet vazhdojmë që të ndjekëm këto role gjinore? Kjo është pyetja Rita. Nuk duhet, nuk thot dikush që duhet. Edhe mendoj që prindrit e ri, sidomos, kanë filluar ta bëjnë dallimin dhe ndryshimin edhe shkëputjen. Unë shoh prindër që janë më të vetëdijshëm për aspektin e ekspozimit ndaj rrjeteve sociale dhe telefonit dhe ekraneve. Shoh prindër që nuk bëjnë më dallimin pink, blue, apo që nuk është kjo? Mendoj që po shkojmë në një hap të normalisht që. Po ecim hapa për para, por mbetet mendoj që duhet të i kalojmë si gjë shumë shpejt, sepse prindrit kanë filluar të edukohen dhe të kuptojnë që nuk është një gjë e mirë. Ne po vuajmë pasojat e një shoqërie që ka rrit burra të pa aft. Edhe kemi thënë nuk e di sa herë këtë në emisionet tona. Burra të cilët ua kemi ofru gjithë shka gati, nuk kam pas sfida një jetat e tyre, kam pas gjithë rrugën e shtruar, pron kam pas. Nëna bukënja ka bë, ua ka hekuros teshat, ua ka bërë krejt, kur s'ka qenë nëna, ka qenë një grua tjetër që ua kam bërë të njëjtën, kështu që... Po jo, dhe kanë punu dishka, kanë bë dishka, nuk i kam pas kejtve që ashtu. Baba jam nuk i ka pas për shambull, unë shumë njëfë që nuk i kam pas. Doja jam me djetë ka hecën non-stop 13-14 motor. Mirë, normal, po tani a kishim dash në të rinë kam kryq ata dhe të mos bëjnë asgjë, ta më bunat kish qenë ashtu. Po da, ama nuk e di ku i merni ata, ku janë ata, unë të shkoj t'i shtime një shkollë, t'i thom, hej, bënu burra. Ku jeton? Ti jeton në Zvicër, apo? Dush më ush për ngull këto. Edhe i shef, vetë s'kemi nevojna me t'i gjithë. Jo, seriozisht në Zvicër, për që ta shumë njerës në Zvicër menojnë, hej, shka të full zona, shka është ke emision, shka është ata dhezën kompletisht, sepse ata për në matë 12-13 orë punojnë, tani e ngojnë, paka shumë i ngojnë, veç do dhe reshtat zones, edhe menojnë, hej, zona është shumë e keqe, po full kundër burra. A të thanë byte? Kur të shkosh në byte? Këto hyena janë, këto kanë të gjujt, kanë me të botë, kanë me të masakrum, kanë thane. A ishim qashtu si të thanë? Jo, qashtu nuk ishim, jam gjallë. E kisha po fitu simpatinë e Zvicrës me atë dashnin e madhe për Zvicrën. Me Pauli. Dashnia si që jena të më thonë, për që e të folë. Jo, mo, seriozisht, puna është që shumica njerëzve për një me, sidomos ju që jeni jashtë diaspora nuk e din, me ardhë veç verës këto, knaqesh. Dhe më thonë ti nuk i shet detajet, edhe nuk i vasë temi po detajet se jem pushim, edhe nuk t'intereson ty qka ka ndodhë në Kosovë. E në fakt, realiteti është që që na pe folim, nashta na e folim pak ma eger, pak ma brutalisht e thojmë ftyrë. Ana nuk e folim shumë ma eger, me dhe që na e folim halon, but. Po dhe neve, na qka dhojna, në fakt nuk ishdo është me t'inglu eger, është qka është, ta është i ty që s'po t'pëlqen, është diçka tjetër ajo. Po ta, shme thonë, atë nivelin e rahatisin ato të aprish, ama që kjo është realiteti, fatkeqësisht. Që jetë mira, se kam edhe një reagim, pyetje dhe përgjigje me shikuesit. Po du me e lezu se është shumë interesant. Ma ka dërgu, po emrin së vëdëm ja përmend. Që ka shkruan Allan Andonin. Pa me dyshje, për një europian verior, puna ka rëndësi parasore. Ndërsa argetimi duhet të justifikohet. Për shqiptarët është e kundërta. Qëllimi është të shmangët puna apo çdo aktivitet tjetër që nuk e përfshin kafenet, qëndrimin me familje apo të sorollaturit kot. Burrat shqiptar, kjo është tash për burrat shqiptar. Burrat shqiptar rrin kot pa bër asgjë. Grajt krejt ndryshe nga burrat, të cilët rrin rrugëve, nuk sillen vërdall kot. Ato gjithmonë janë nisur për diku dhe ecin me një synem në mendje, të marrin fëmijët të gjyshrit, të bëjnë pazar, të shkojnë në shtëpi dhe të gatuajnë e kështu me radhë.
këtë e thët Allan Andoni shqiptarët para pasqyrës. Ma ka dërguar këtë citat. Jetmira kjo të regon që sidomos në librin e tij, sidomos të burrat shqiptar, një shoqëni të shoqënit patriarkale, nuk po i ndaj tash unë vetëm shqiptarët në përgjithësi, po sidomos të burrat shqiptar, kemi të bëjmë me një dembeli jashtëzakonisht të madhe, të cilët nuk kryejnë punë, nuk e shohin të nevojshme të kryejnë punë, sidomos punët të cilët kanë të bëjnë me familjen dhe të kanë të bëjnë me shtëpi. Edhe rolet gjinore nuk lidhen gjithmonë vetëm me punën, se shoh që po i lidhim gjithmonë vetëm me punën, përcaktojnë mënyrën se si jeton një njeri. Se si jeton një grua në shoqërinë tonë, që se ajo do të zgjedh ose jo realisht nuk e di, të dalë prej shtëpisë, të bëj një hobi, të zgjedh sepse ne po mbjetojmë deri në atë nivel sa që kemi haruar që ka përtej punës diçka, ka përtej kësaj përditshmërisë son punë, shtëpi, fëmijë, hekuri, jo me paketër do të pas arsyetëm për me dalë, nëse do me dalë kudo. Exactly. Edhe rolet na kanë bërë që ne t'i shohim gratë si disa qenie që dalin rrugëve dhe festojnë vetëm për 8 mars. Sikur ajo është një ditë kur ato e meritojnë, dita juaj, shijojeni, festoni, do t'ju japim trëndafila, kënaquni atë ditë se jeni rob 364 ditë tjera të vitit. Rob në kuptimin e fjalës që ti je lidhur për një shtëpi, për një kuzhinë, për një fëmijë që nuk e ke bë vetë, nuk të ka ardhur nga qielli. Që ditërisht në këto emisione të fundit shumë po pajtohemi sepse definitivisht jam të çështja e prindërimit të përbashkët, por kisha me shtu pak të çështja e roleve gjinore në për puna, në për profesione. Nuk e di në Maqedoni, por në Kosovë rallë përmallshëm mësues. Po. Ajo është një prej problematikave kryesore. Në fakt, kjo ka filluar Paulina që të bëhet globalisht. Ka fillu që të bëhet globalisht. Që mësuesia t'ju lihet gratë. Gjermania ka marrë me njëherë masa në këtë drejtim për shembull. Më shumë ka pas mësues meshkuj, burra, se sa publike ka qenë të edukuar gratë. Sfera publike ka qenë me njëherë. Kështu që detyrimisht burrat dhe ju ka takuar. Një balancë unë mendoj sepse nuk po besoj që nuk kishin pas djem burra, të cilët kishin me qenë fillimisht student të mirë, të cilët kishin me bu punën mirë në raport me fëmijët. Dhe tash nëse vime dhe i stigmatizojnë. Për shembull, unë e di që ekziston një mashkull mami në Kosovë, që punon në klinikën e ginekologjisë dhe ka qenë shumë e çuditshme për njerëzit, sepse është pasi profesioni grave. Edhe titullin që e ka, midwife, se s'ka mid husband. Për atë unë insistoj shumë që termi grunesh të hyjë në fjalor. Sepse burnesh është, nëse i thu dikujt burnesh, pretendoj që ti po jep një kompliment një gruaje, por realisht është ofendim se po i thu ofendim në kuptimin që po i thu je aq e mirë sa një burr, edhe e vë burrin si një mace për të treguar se sa e aftë është një grua. Kështu që unë mendoj që termi grunesh duhet të hyjë në fjalor. Sa i përket mësuesisë, Paulinu në një marsh të 8 marsit kam pas një pankart që shkruante unë nuk du bre të bëhem mësuese. Edhe ka pas një reagim të jashtëzakonshëm në publik, se njerëzit po pretendonin që unë po shtyp ose po akuzoj profesionin e mësuesisë. Jo, vetë tjetë zgjedhje e pastër. Jo, nuk është për gratë. E di përse gratë, se 4 orë punon, pjesën tjetër ja kushton shtëpisë. Aty desha të dalë. Pse gratë bëhen mësuese? Sepse ju thonë do shkosh 4 orë do punosh, edhe do kesh mundësi edhe ta bësh drekën, edhe ti rrisesh fëmijët, edhe manipulim. Të hysh në një kallop që shoqëria e ka parapa për ty, edhe Gjermania ka bërë diçka në këtë drejtim. Në momentin që ka parë që ka një disbalancë, ka reaguar me kampanje, me programe të shumta qeveritare për të futur burrat në sistemin e arsimit. Sepse një fëmijë që sheh që për kujdesja ndaj fëmisë është përgjegjësia vetëm një gruaje, nuk mund të presish nesër ai të kujdeset për fëmijët e vet, sepse ti ja ke fut në kokë që në fëmijëri, që në shkollë, që ajo punë i takon një gruaje. Edhe mendoj që është një disbalancë shumë i madh në shoqëri në mënyrën se si shihen. Mënyra kur kanë vendosur që gratë nxjerrin nga shtëpia, që mos jenë më vetëm pjesë e shtëpisë, kanë filluar që t'u thënë që këto rolet më të buta, këto punë më të panevojshme, më të lehta, merrni ju, të cilat nuk kanë përfitim shumë të madh në publik. Merresh në jetën publike, cila do punë që nuk t'jap një përfitim tepër të madh, financiar, do me thënë gratë zakonisht janë mësuese, infermiere, këto janë profesione që dominohen nga gratë, pastruese,
profesione të cilat nuk paguhen, profesione të cilat sa do të punosh të gjithë ditën, absolutisht. Të mos harrojmë që fillimi, starti i asaj i një gruaje dhe një buri nuk është i njëjtë. Buri fillon automatikisht me një pasuri të trashëguar prej prindërve. Gruaja fillon prej në zero. Andaj mendoj që një grua e cila ka arritur në jetë, mundin edhe suksesin, duhet t'ja vlerësojmë 5 fish më shumë, sepse sfidat të cilat i kalojmë, ne ndoshta startin mund ta kesh të njëjtë, po pengesat nuk i ke të njëjta për pas. Falë, se du me edhe një, nga shikuesit. A kish një punu jo, kështu, tash përshamu ndërtimtari, se shumica Zvicrës kishin pyet, a kish një bak, gipser, maler, aprip. Unë shpinë ta me kom ly. Nuk kom punu, diko po. Shpinë ta me kom ly po. Dhe më thani... Kom ly shpi. E ka ly. Po, Herolinda, që po të përgjigjë, Herolinda, Jetmira, po të përgjigjëm direkt, po, unë kësha punu pas një problem ndërtimtari. Dhe me thanë, nëse unë e kisha gjetë një kompani, jo një avë kish një ardhë me punu. Shele është rruga e mirë, kalzoja vjazmi. Se buka, dhe argeta pashtita nuk keni me shkoqë. Qele kompaninë në ndërtimin Zvicër. Veç ajo që në firmë, ama kreti në partnire. E gjeti e gjaj një firmë që mu ma mundësan mi ushtim punë, edhe mi u pagun automatikisht. 5 veta i kinë. Një javë rresht me punu. Si burat. Burat nuk Jo si burat, si grani. Si grani, oke. Qënë bëmënaj, Ma mirë se e rikon letë në Nuk është punë e vështirë me unë mendoj që e kuptoj nga ku vjen kjo pyetje, po unë mendoj që kjo paralelizimi i njerëzve shumicën e kohës të pa edukuar për çështje gjinore, që e tërheqim paralelen direkt në miniera. Po ti a kështë shku në minierë se burat i kemi në miniera? Po, me njëherë. Kishim shku. Kam shku në minjerë, unë kam shku në minjerë. Kishim shku, kishim punu edhe ndërtimtari, po punojmë punë edhe më të rënda se ndërtimtaria. Nuk është gjithë shka të fizikja. E unë i kisha pyet ju a kishi bo fëmi pash zote. Ti bani menstruacionet njëherë në muaj, të keni endometrios, të keni ca smundje. Kujdesi për fëmijët gjithë kohën, se ju duket punë e mirë, se nuk i kontrollojnë. Qërë më adoptë se ne? Në furra, thot dikush ble, ka mujë ndërshtat që më ka thonë për mene në emision, unë kër e kom bë punën, i cili punon në ndërtimtari, sot në Itali. Punon në ndërtimtari. Kam punu, sa para prakisht puna ime ka qenë në furë. Tha brenda 2 muajve kom lanë. Është puna ma e ranë e mundshme që mund të bëjë dikush në furra jo ngro. Gatime. Është gatime të cilën hini bëjnë për furra dhe shumica e ngro. Kjo tregon që nuk ka të bëj sa e rëndë është puna, sepse gratë bëjnë shumë punë të rënda. Bëjnë edhe ma të rënda se burrat. Edhe paguhen shumë pak. Në Zvicër nuk e di pësha të dhe s'po flas, po të ne ka ndryshu. Do të thotë, gratë të na në Kosovë i bojnë 2 punë, minimum. Për 2 që janë sigurta. Një është jashtë, për me siguru financat për shtëpi, edhe dyta është puna që e bojnë shtëpi. E në qatë punë hynë 1 milion punë. Hynë pastrimi, hynë gatimi, hynë rritja e fëmijëve, pastrimi teshave, qka do që ka të bëj lidhje me shtëpi. Ama atëherë kanë ato femna faj që ta e tolerojnë, unë kur një që kësha tolerojnë. Jo, kjo është përgjithë. Në feministe të zona. Në feministe. Zonja dhe zotrime, ndëruar atje spor, e këthyem. Nga nuk ka e Jo, ma për që njëse ka tonë nuk e di cilat burra e bojnë këto, ja morin shpirtin famnës, 6 dit me lonë me punu, a 7 dit, a 5 dit, 100%, edhe tani edhe të shpia, edhe të që Kretë burrat shqiptarë. Nuk ka 50%. Unë të që kam fëmi, thamë që rëpërë jam ka dera, shka puna, beri pare të shpia, unë që të jam. Jo, e këqyre fëmit, i bëjnë pare, ti ki kompani të andë në zisër. Nuk du është në mshelë. 2 dit, 3 dit shkore të punë. Amalet kujdesit burri për fëmit. Ti shko puna. Du i lezu shpejtë një mesazh prej shqipuzve edhe është... Edhe dashur zona.
Mbasi emri më përmend, dua që të shpreh qartë mendimin tim për këtë çështje. Unë jam kundër ndarjes tradicionale të roleve gjinore, sepse besoj se çdo individ duhet të jetë në të drejtën të zgjedhë vetë për jetën e tij, pa u kufizuar nga normat e pritshmërisë e shoqërisë. Unë punoj 100% dhe përveç angazhimit të profesional, jam edhe nën e 2 fëmijëve. Përveç kësaj, kam një vëlla me aftësi të kufizuara mendore për të cilin do ta marr përgjegjësinë. Kjo do të thotë se unë do të kujtesem për të dhe do të kryej të gjitha detyrat që lidhen me mirëqenien e tij. Edhe kur prindrit e mi nuk do të jenë më, unë si vajzë edhe grua do të jem ajo që do të mirëpres burrat në familje dhe do të vazhdoj të kujdesem për ata që ka nevojë. Për mua nuk ka kuptim të përcaktohet se kush duhet të bëjë çfarë bazuar në gjini, sepse përgjegjësia dhe përkushtimi nuk kanë gjini, ato burojnë nga karakteri dhe dëshira për të ndihmuar. Ndaj, unë e kundërshtoj ndarjen tradicionale të roleve gjinore dhe besoj se çdo njeri duhet të vlerësohet për atë që bën e jo për atë çfarë shoqëria pret për ti. Ju përshëndes të gjithave, Herolinda Avdili, Regjepi, motra e edhe motra janë për shembull na shumë, edhe shokët e mi më thonë jetë mirë na kena qef me ty se ti je si na, je si burr për pak ma bojnë, je shumë e fortë, atë më pëlqen që jam unë, po ata gjithmonë thonë është çtit ti s'ke me gjetë burr. Më thojnë. Thot, pse, shka ka mone? Thot, je shumë e vendeshëm, je shumë kështu, je shumë e fort, ekstrem e fort, ti njanin e shkel. E shkel, në atë moment që e ullish në tavolin, ti e që vje... Kjo i vje që burat janë të dobet. Po jo, mu vje që përvalojnë dot. Po jo, Natalita, përshi burat e vdek ose janë martu, kështu. Kjo është arsyeja. E merë, e ndan, e merë për vete. Sa bukur. Kjo është deklarata më skandaloze. Unë falë, a mua përshtërit të rria që ta? Azan. Une asaj kres nëse shon një Qaj vëtë burit martuar? Apo tha, s'kan bet sa më bura, tha, o janë të martum, sa o kam vdek, thash e merë, e ndam prej grues, e merë për vete. A, së kjo shkelje ndaj grusje të ra? Jo, kjo shkelje. Zonja dhe zotrit, a është shkelje ndaj një gruaje tjetër, ose mos respektim ndaj një gruaje tjetër? Është vendimi i burit të merë në qovë se pranon ose jo. Me dijet të plot të të në hyme si shifti. Ti po të nuk është vedije plot, askush mund të hyre brada një qifte. Askush, nëse a i zotriu dënë në ndo. Nasit me zura Ata mos me kanë të meqëm s'na i këshin lanë punë që na shtypi neve e vetë mi marë punë që përfitojnë Paulina. Tash na jena pumbat meshme, apo? Jo, po që, kushta? Na, sa po dhe për ma jenë përstrije për krek. Edhe i vjen që na e dim që unë për shambull nuk ndërhy aty ku është Rita Shengylli Zana për të tjerat. Nuk janë intereson personali. Deve s'na intereson personi i tret. E di si unë nuk ndërhy në çështje profesionale, qofse ti nuk e di unë, ke një çështje profesionale, je suksesshëm, mos të ndërhy aty të ta marr hapin. Po unë jam e suksesshme tash edhe në lidhje me partnerin tim. Se po ndërhyn aty? Po, Paulin, qofse unë ndërhy të ti dhe të Abi, edhe Abi më zgjedh mu, nuk jam unë problemi. Në fakt, problemi je ti që e hap portën, sepse nuk është që kish me pas më pak faj Abi, por jo dhe që ti kisha me qene papajshme. Dhe tash ti si grua, unë me pështipje mu, unë mendoj që kisha qene papajshme se jam morën klina të Abi. Njësoj fajtore kisha me qenë nëse kisha me pas synim një burr të martum. Jo, absolutisht gabim e shumë. Jo e një gabim. Ti përën market, nëse a i vjen market e dëshurat në ty, po ti ku ke shka ki faj. Po jo për shka ki faj. Jo, seriosisht, shka ki faj. Se ki do të jo, për shka ki faj. Nëse një femër keq trajtohet të shtëpia, nuk ka dashuri të shtëpia, nuk ka harmoni të shtëpia. Se mos me gjeni burr tjetër. Tani, nëse shkon të puna, aja bjen çdo ditë kafën në aty, aja dashurohet. Ndohesh, tratia nuk ka syet. Po dhe jo, normal, trati jo. Jo trati. Po fal, mos pore Po Rita nuk tha tratoj. Po shumë njerëz janë martu pa dashuri. Që kjo është gabimi më i madh. Jo se trati. Në shqiptari janë martu shumë njerëz pa dashuri. Nuk e dojnë gruin e vet, as ato nuk e dojnë burrin. Okej, ti se don gruin e kum provu me fol me ata njerëz me thon, "Hey, kjo nuk është mirë, leje këtë gru se jetu e prish." Po kum po edhe që femra po martohen edhe që nuk e dojnë, se po thonë po ngeli
Pa martu. Po mes në derë. Si mu që më thojnë, TikTok, Instagram, Facebook, martohu ma, ki me metë, kjo ndarja e roleve gjinore, Rita... Zana në qëpë se di është ajo që nda njerës. Po, unë e zakonisht ndaj, këtëre si unë i ndaj. Tregoj, jetë mira, Paulina Ana Shëngëll edhe Paulina, është edhe një, së myta të thanë jetë mira. Ata e po jetë mira, se të përgji me modrën tonë. Ideja është kjo që desha të ndalim me të rolet gjinore sa i përket emocioneve, sa i përket, sepse edhe këtu ndahen rolet. Përmendi ma herët Ana edhe e diskutum të bën me qajt, bën mus me qajt, gratë bën të qajnë, burrat bën të qajnë, por edhe të çështja e dashurisë është njëjta. Burrat është tërp të dashurojnë. Ata burrat që janë të ndryshëm, ata është shumë e theksuar deri në fakt burrat nuk kanë tort mi majt edhe fëmijët e vet pranë deri vonë. Unë i vlerësoj shumë zan njerëzit që fëmijët e vet u kanë tort me majt burrin e pranë. Ku i keni shumë ajere? Po bëni që ata burra këto të bëjnë një emision aman se që ata do të mi burnu mas pare. A e kanë bërë si ata si kanë bërë? Ka qenë shumë falë, ama une, qëre, si net bëhet burë, ta manë burë. Une apet me ato kutia, me ato fustona, edhe i thamë hajtë një... Shëndetësore, po qëfar burë? Ama dhe burë bëhet. A, gjallit e kom 3 vjeta, a bëhet burë kurse bëhet... Jo, ama nëse me 20 vjetë nuk është burë, apet do të... Ka dy herë. Jo, ma nuk është e mundur, nuk është e mundur për i farë burrat po foni, unë nuk pinë. Falë se ndoshta unë edhe nuk po njifemi, unë kom një pyetje për ty. Çfarë moshe ke shku në Zvicër? U kom lind, jam rritë. Ke lind, okej, tash e kom të kjartë. Unë jam traumatizu. Jo, unë s'po besoj që jenë traumatizu, po besoj që këta jo me bindun që e ke pa dikon në familje tonde. Që e ke pa në familje tonde një burë kështu që si e përmendim ne. Që ka folim në tavolinë. E ki po në një shembull që po flasim na, ti vjen Kosova, po. Vjen Kosova dhe vjen në familje shqiptare. Po. Se për gjithë shka po befasosh, tani unë po befasona që ti po befasosh. Se ti mbi gjitha je shqiptare, je kosovare, edhe është e pa mundun që se cila prej neve mos me pas dikend në familje, ndoshta si fëmijë kemi pa që gjysha tanë, për gjysha tanë, ka qenë turp me mbajt fëmijën në prerë. Edhe për zendret të duashona shumë se në këtëmi 30 nga gati së cila për veçritës sa është me... Kështu që edhe na kemi pa, edhe gjenerata jo një farmyre kemi pa dikun, kemi përjetu që për burrat ka qenë komplet diçka tjetër kërkesa, për gratë komplet diçka tjetër. Po ndeshta me undalë pak edhe të sa i përket të çështja e dashurisë. Për shembull për burrat është e pranuar me pas sa më shumë dashnore, me pas sa më shumë gra në jetën e tyre, për gratë nuk është e pranuar. Për gratë shis ato duhet ta dashurojnë burrin, ndërsa burri nuk duhet ta dashurojë asnjë grup po të ketë shumë gra në jetë. Po, kjo është një ndarje e roleve të burrave. Unë mendoj Zan që poetët më të mirë edhe shkrimtarët më të mirë që kanë shkruar për dashurinë janë burra. Kanë qenë në sferën publike, për Rita, ka pas të... Jënë dashuru shpesh. Sepse unë e përmenda edhe në hyrje. Roli i caktuar i grave ka qenë ai biologjik vetëm i riprodhimit që s'ka kur farvlere. Me ba fëmi, veç fëmi edhe me lind nuk është në farvlere e madhe, se bojnë edhe macat edhe krejt. Është biologjike, bëhet, shtohen, edhe nuk është që lyp në e farë dijet madhe, lyp në e farë përkushtimit madhe. 5 minuta punë e bën fin, po jemi te dashuria, edhe qëndron ajo që thua ti që burrat mendojnë edim edhe statistikisht i shtypin ndjenjat, mësohen ashtu në shoqëri, numri i burrave që kryejnë vetvrasje është shumë më i lartë se sa numri i grave, pikërisht për këto arsye, sepse i ndrydhin ndjenjat, po nuk dua ta shoh më ashtu, dua ta shoh si një nuk e di, ka ndryshuar pa koha, po edhe në kohët më të kaluara e përmenda, kemi pasur edhe madje poetët e lindjes së mesme që ku e dim që lindja e mesme është një rajon pak më patriarkal, e dim se si funksionon, kam pas një dashuri të jashtëzakonshme për gruan, se nuk mund të mos e duash gruan. Sa e tregon? Unë po dam si që është percepcione publik. Unë, a di ku mendoj që është problemi? Në shoqëri. Ata po flasim të shqiptarët se... A mundem se do me ikë, për nëse se them. Hajde. E di ku është problemi? Ne jemi mësuar t'i duam gratë edhe t'i komentojmë gratë vetëm për fiziken. Këtu është problemi. Se një burë që del jashtë edhe thot u si dukesh ka kjo vajza,
mos përdor tash terma që i përdorin ata në televizion për dhe një shembull të keq. Është shumë normale në shoqërinë tonë. Është shumë normale në një shoqëri mes sidomos kur ulen 5 burra edhe tregojnë se cili sa ka fjet me njërën me tjetrën e kisha këtë gruan e bëra e ktheva. Kjo është normale, të dashurosh në këtë mënyrë, është normale. Pa, është normale në mërës aty në 5 shokve, tu let një gjallë të regoj edhe të vajtoj për dashurim. Absolutisht jo. Nuk është kjo është normale. Në mërës të 5 shokqeve është normale një vajtë qaj për një gjallë. Hipokrizia është këtu, është okej të duash një grua për fizikun e saj dhe ta komentosh fizikun e saj, por jo ta dashurosh edhe të tregosh emocione ndaj gruas. Çka më kujtove? Një bisedë që kishim mes shoqeve edhe ishim duke e diskutu se qka vlerësojnë gratë të burat dhe qka e tërheq një grua prej një buri nga ana tjetër. Edhe pastaj diskutoj kjo pjesa se sa shumë investojnë gratë në vetën e tyre për me i pëlqy burave në aspektin fizik, sepse ata vlerësojnë më së shumë të aspektin fizik. Po dëse unë e ceka që roli gruas është biologjik. Një shoqe. Qa tu kina vetë, paramendoje sikur të ishe në një bot tjetër edhe ta kishe një simpati për momentin, ndaj cilit bur kishe me e pas. Thash ndaj Berat Buzhaljes. Pse? Thash ka humor, ka kontent, s'kisha me umërzit me bu muhabet me Berat Buzhaljen. Ndërkohë, shumica për tyre pajtoheshin, dhe me thonë të gjitha pajtoheshin se një grua prej anës tjetër nga buri e tërheq muhabeti, e tërheq mendësia, e tërheq menquria, e tërheq mënyra si sjellet, mënyra si flet, se sa është argëtues. Ndërsa burat do ta kishin zgjedh? Burat do ta kishin zgjedh, do ta kishin zgjedh, po për çfarë është ajo fizikun pa pas rëndësi kontenti. Dhe prandaj është më rëndësi që ne të ndajmë dhe të flasim për kontentin. Ajo thonja mashkujt dashurohen në pamje, ndërsa femna dashurohen në fjalit që i thojnë mashkujt, për atë arsye mashkujt rrajnë ton kuën. Po kjo tregon qartë që gruaja e rëndësinë e saj ka fatkeqësisht vetëm në fizikun e saj. Me shkove do të thua. Dhe nuk rëndësinë e saj ka më shkove që po të drita dhe burrat e kanë rëndësinë në kokë sepse ata trajtohen si njerëz dhe gratë si objekte. Kjo është ajo ndarja gjinore që është një femër shumë të bukur me afer ose krah një mashkull i cili nuk ka ndonjë fizikus ku me ditë se qka, po shumë rrallë është të kundërta. Edhe ajo flet vetë, ajo tregon shumë qka se qka shohim na, qka vrejmë na të një burë. Pra da është më rëndësi që t'i japi rëndësi burat kontentit dhe e thash edhe ma herët. Fizikusi është sa një fundish. Apo thua pa ulenti që Berat Buzhalja nuk është i bukur? Zdashta me komentu po qashtu i ra. Unë po them që shumë besoj ma i kërkuar dhe simpatik se disa burat. Unë e distancona nga këtë. Ja, më kur pëlqen dikosh, kur e ki diqysh simpati, karakterin, mineral bati bukur. E keni pa do shoqen që nuk janë ashtaj ma të bukurat, po e kanë qatë shpjetin e bukur. Pra, brendia. Energjin e Kjo i bje që edhe gratë hajde të fillojnë të trajtojnë si njerëz. Mos të trajtojmë si objekte, vetëm për fizikun e tyre. Se një shok më pa thonë, gjithmonë ka që e kemi pas debatin, a duhet bukuria apo duhet tjetë si karakter të përshtateni me mendësime bla bla bla, insistoj në bukuri, deri sa pat një lidhje të gjatë. Tha, tash ta kun fillu me kuptu atë frazën që ka ndodhë, kur shkojnë deti marrë dostat me veti, me gru me flet, me dosta me balaf. Kështu që do të me fillu mi trajtu edhe gra si njerës. Ju i merë një bajanakët këndej ka kosë. Do i marrë në bajanak. Kështu që do të me fillu mi trajtu gra si njerës, edhe me fillu mi marrë me personalitetin e saj, për mëndësin që ka, mënyrën me humorin e saj. Karakterin që karakterin e saj, do të mos të nalmi vetëm të fiziku, se s'ka rëndësi fiziku të askosh, as të burrat, as të gratë. Do burra për shemë thojnë, unë jam për 4 gra. E tani thojnë, nëse e pranon një burë, nëse pranon aja gruja, 2 gra, 3 gra, ka gra që e pranojnë që e kje dhe një tjetër. Ka gra, ka. Edhe thot, adin qka mu shumë interesant, e kje dhe një, po unë po du me nejtë e ti, sepse financat janë shumë mirë. Për shamë, unë kur s'kisha mujtë, unë kisha flejt në rurë, se sa me pranu dikon nga të burrit teme, edhe une nga të burrit, edhe diqysh, se di, unë kisha ardhë mu diqysh... Zakonisht këtu, nuk po i përgjithsoj, po zakonisht këto raste janë që familja i ka martu, ato gra,
sepse ose kanë arrit një mosh, ose kanë pas një të dashur dikur, edhe u marrë vesh në fshat ose në qytet, edhe për mere ato që i kanë me qift për shpisja, kanë japë si gru të dytë, filan fistekit I cili ka qenë mandej me 4-5.000 dhe shumë aj vjetër. Hajde ta imagjinojmë në këtë shoqni një grua me dy burra. A mund ta imagjinoj dikush? Neve kështu na mund blokon, mund atë moment që menoj, une që ta... Unë menoj që në dy antë është, sepse dashuria mes dy persona është shumë e vlefshme. A e me ndonë shoqnia, a kish mund me pranu se dy grave një burë pranon? Kur njetë, pas në hajgare. Pas në hajgare. Burat e pranojnë, thonë që kjo e pranon edhe kjo e pranon edhe kjo e pranon edhe famët bili pe pranon. Pe pranoj edhe shoqëria. Pse pe bën ato famët? Pse pe pranojnë që se sajne? Se thonë që me fej është e lejume. Po, okej, arsyetimi, që ja japin ata vetës. Do famë thonë atë diçka. Kjo po thotë që thujmë puna financave. Po, puna financave, për shembull, unë mendoj, e di si është puna, se shumë shpesh akuzohen gra që janë materialiste dhe unë them le t'i shohin burat, le t'i shohin grat edhe parat ndonjëherë. Pse jo? Po aq që kemi pas jetën e vështirë. Me mujt me ishti grat, me pa parat, ne këshëm ndru pozitën komplet grave. Pikrisht. Me mujt me ishti. Kështu që kësha thënë që të zgjedhin pak partnerët edhe me para, po pse jo, po ata të gasme, të gasme se... Shëngët, të mos me këshur parat, nuk e merë rasisën e vetë të shpia. Jo, hisën Çdo fillon gjithë shka, E mi këshur parët e veta që I takojnë, edhe ato janë që ato që do t'i marrë për babës vetë. Se parët e një buri nuk e se jemi në minutat e fundit, Jetmira. Qka ki me thonë për fund? Du me thonë faleminderit shumë, ka qenë një intervist shumë e mirë, ka qenë një intervist që nuk e kisha prit kështu, sepse ku pas pak frik, edhe du me ju thonë këtë nëve jashtë kejve, dhe gjone kejt këtë intervist, mos I merni ato pika, copa, dhe mos u shfryni, sidomos burrat. Jeni burra, mos komentoni edhe shani femna në rrjetet sociale. Kejve burra këto ja u thamë, sidomos edhe femna, se femnën me shajt është palidhe, po burri me shajt femnën është edhe ma keq. Kjo I ka mendimet e veta si kejt këna, na nuk ina kejt golune, një kopsht, një lullet ndryshme, po ka qenë shumë mirë, faleminderit shumë, dhe une ku mujt dishka me marrë me veti, po edhe jo keni mujt dishka me marrë me veti, po sidomos edhe ata kanë mujt me po një anë tjetër, sidomos zonës. Po mësit, që jam mësit? Se qa që keqin s'koka. E ke që po me qa që ke që Jo, I ka mendime e vetë që shumë po koka e këty, shumë koka e mirë. E pas ka energjin e mirë. Thega. Hajderit për energjin që. Paulina. Une I kësha posirit të gjithë fatyre të cilve të dalin kundër në emisione tjera, mos ta pranoj ftesën më artë këtu, se përfundojnë si Jetmira. Tu këthy penera. Ja më le të pranoj. Atëherë kur më ka po follow dhe këm pas këtu, I support women's right and wrongs. E të shaka ka po, sigurisht po e themi shaka më mërë në situatën, po shkak se sigurisht u pajtuat në shumë mendime dhe u po pastaj ajo pjesa tjetër kur ti ishe kundër asaj se çka ka thënë zona vetëm në atë kuptim. Ndërsa në kuptimin e asaj se çka biseduam tash në kuptimin serioz po them, për rolet gjinore është shumë e rëndësishme që këto gjeneratat e reja të rritim në frymen që vajzat munden me qenë të mira në sporte, gjithashtu edhe djemt, vajzat gjithashtu munden me marrë pjesë në përgarat e matematikës, cilat në të kalume ju kanë taku vetëm djemve dhe suksesi ju kanë taku vetëm djemve. Edhe në teknologji tash është shumë e rëndësishme. Në teknologji që është shumë e barabar, por edhe djemt të shkojnë në për fusha edukative, le të jenë mësues, le të jenë infermier, le të jenë Bile, na në teknologji përfasohemi me Mira Muratin, burrat s'kanë me kanë, kështu që gratë jena përpara, 1-0 për neve grave. Thjesht unë mendoj që vetëm është e rëndësishme se si I rrisin fëmijët edhe që është moshën e vogël me I rrit në mënyrë të barabartë. Në momentin që I rrit në mënyrë të barabartë, si vajza, si djali ka me u zhvillu shumë shëndetshëm, mendërisht. Unë doa të përfundoj një mendim që më ngeli në gjysë, sepse nuk doa të keq kuptohem, për punën e parave edhe grave, nuk duhet të anashkaluar aspekti financiar. Sepse anashkalojmë,
burrat janë shumë materialist, andaj janë këtu ku janë. Shumë më shumë se femrat. Kështu që edhe gratë duhet të barazohen dhe të jenë në të njëjtin nivel. Pasunia është punë e burrave, shërbimi i grave. Pikërisht, kështu që absolutisht gratë duhet të fokusohen te aspekti financiar, po patët mundësi të gjeni një burrë me pare, gjenja një burrë me pare. Nuk them ta anashkaloni aspekte tjera të mirësisë, karakterit, dashurisë edhe gjithçka tjetër. Po me qenë një ndër le të jetë një prej faktorët. Po jo, ama duhet me pas diçka. Dilni punoni vetë. Jo, ai duhet me pas diçka, sepse nesër unë tani kur bona shtazon s'më me shku me punu e tani çka me prit socialin, me prit parabere socialin, në Zvicër socialit vjen. Çekat, fakturat, nëse ne shoh që ai kur s'ka punu, kur s'ka qi diçka anash, i thap kjo s'ka ka jaft për familje. Kjo ka ka jaft me qi. Në formë ç'ashtu i bën. Hajt çka pije një shishe, një alkool çatë, edhe rreç aty ta natën e lumesh, ka lujë. Bixhaz, çka problemi i madh në Zvicër, Ti koken gjematin të emjet vina. Anare, do të mi pasë, një burë do të me pasë, jo 1 milion. Edhe gras. Do të me pasë mesatare. Mesatare veç me mujtë me hangër bukone. Bukë kryp disa zvantazh për momentin. Bukë kryp e zemër. Me qenë mashkulli oft të ke funit, sikur unë që shumë e oft, edhe me qenë i oft me pru këtë së bashku. Stereotipet ekstreme gjinore hekni, sepse ja u limitojnë jetën, si kur femrave, si kur mashkullve. Edhe e dëmtojnë në tërsi shoqërinë. Edhe e dëmtojnë në tërsi shoqërinë, kështu që jetoni qësh ju ndiheni, mos se këto e para gjykime. Nëse ti prat me jetu qësh thot dikush tjetër, ti kur s'keme qeni lumëtër, s'keme qeni lirë. Kështu që jeto qësh ki qefte. Gjeti andrat dhe lumëtërin. Unë ju falenderoj shumë. Shëngën Rita, Ana dhe Rita, Paulina. Por një falendrim të veçantë edhe shumë special për jetë miren që është sonte me neve, ke kënaqësi e madhe me të pas në studio, edhe me zhvillu këtë debat kështu. Unë e kom ditë që kena me kalu kështu mirë, po ti e ke pas drove që unë jem kënaqë kur të kum pa një intervistë të shpendit. Kështu që të falenderoj që ke marrë gjithat rrugë për Zvicrës më arë sonte të zonat, edhe mu ba pjesë e debatit dhe shpresoj që shumë shpejt me të pas prapë këtu në studio. Falenderit shumë, ishte kënaqësi. Ju falenderoj të gjithëve. Nuk ka dallime gjinore, gratë mund t'i bëjnë të gjitha punët. Gratë janë të fuqishme, e shpesh herë janë edhe të fuqishme më shumë se sa burrat. Jo burrat në tërsi, kjo varet nga fiziku, varet nga njeriu, varet nga karakteri njeriut, se kush çfarë punë dëshiron të bëj. Jo të gjithë burrat janë në ndërtimtari, jo të gjithë burrat janë në ushtri, jo të gjithë burrat janë zjarrfërkës, jo të gjithë burrat i kryejnë punët e rënda. Janë një kategori të cilët i kryejnë. Kjo tregon qartë që nuk i përkasin vetëm disa punë burrave, disa punë mund t'i kryen edhe gratë, disa punë mund mos t'i kryen, por ato punë mund mos t'i kryen edhe burrat. Prandaj nuk kemi ndarje gjinore, prandaj nuk kemi dallime gjinore dhe ne duhet të funksionojmë të gjithë njësoj. Nuk kemi ndarje dhe dallime gjinore e as biologjike. Kështu që gra mos u ndalini për një punë se nëse mendoni që nuk është e juaja. Mos heqni dorë asgjë nga jeta juaj sepse mendoni që nuk është për gratë. Ju vetëm vazhdoni jetoni të fuqishme, të forta, rezistoni dhe luftoni për të drejtat e juaja. Ne do të shihemi javën tjetër në ditën e ejnë, në ditën e zonave. Natën e mirë dhe ju falenderoj shumë.